Rusia futet në Ukrainë, e pushton Krimen, merr prej aty çka do dhe vendoset kudo në pjesën e Krimes, që është shahdamari i ekonomisë së Ukrainës. Por nuk është vetëm kaq, do të shihni pak më vonë se çfarë tragjedie i ndodh këtij vendi. Shtetet të cilat i kishin premtuar Ukrainës se do të luftojnë për te, e ty nuk kanë çka të dohen as armë, as aeroplan, as kur gjë heq, as më pak armët bërthamore, filluan më pastaj të shikojnë nga distanca si spektator, përderisa Rusia po pushtonte fshatra e qytete një nga një të Krimes dhe të disa rajoneve të tjera të Ukrainës. Evropa atë botë, sigurisht ju kujtohet edhe juve, fillon të flet me zë të lartë për të drejtat e njeriut, për nevojën e respektimit të demokracisë, të sovranitetit të shteteve, thjesht fillon me i dhanë men Rusijës se këtë çka jetu e bote nuk është e moralshme, nuk është njerëzore, jetu e thyje ligjin ndërkombëtar, jetu e thyje rregullat ndërkombëtare, do të përgjigjesh para gjykatave penale të drejtave të njeriut dhe përralla të tjera. Thjesht, përderisa Ukraina po pushtohej, po vriteshin ukrainasit, bota perëndimore në përgjithësi fillon të ngrit zërin si asnjëherë më parë për promovimin e demokracisë dhe nevojën e ruajtjes së sovraniteteve të shteteve të ndryshme. Njëjta gjë ndodh edhe në vitin 2019, e njëjta mënyrë, e njëjta gjuhë, e njëjti veprim dhe i njëjti kurth. Dhe së fundmi në vitin 2022, kur Rusia me ushtrinë e saj, me afër 1000 tanke, hë në territorin e Ukrainës dhe i pushton rajonet për të cilat tash do të flas dhe jo, mos them do të çmendeni, por do të mahniteni se ku është thelbi, bërthama e problemit të Ukrainës, a unë në fillim të videos ju premtova se do të ndaj me ju materiale të cilat deri më tani asnjëherë nuk i kam thënë, por që janë esenca dhe bërthama e problemit të Ukrainës. Dhe për pasojë të nderuar e shohim sot Ukraina po e lyp armatimin të cilin dikur e kishte në dorë, dikur e mashtruar e shet për hekur dhe i dërzon kokat bërthamore dhe i çmonton, i prish të gjitha fabrikat e armëve me të cilat dikur e ka furnizuar Rusin, Bashkimin Sovjetik dhe thuajse një pjesë të madhe të botës. Dhe tash, po vizatohet harta e re e Ukrainës, po kërkohet prej saj që ti dorëzohet Rusis, që t'ja falë mbi 20%, 22% të teritorit total të Ukrainës. Bazuar në këto që i thash, dhe bazuar në planin e propozuar nga Donald Trump, do të shtrojmë pyetjen. Çfarë është duke kërkuar Putini prej Trumpit dhe çfarë pret prej tij? Dhe çfarë është duke kërkuar Trumpi prej Putinit dhe çfarë pret prej tij? Ku është esenca, dialozia, ku është loja kryesore? Që ta dini, Putini është parafitores më të madhe dhe përfitimeve të tokave më të gjera që ka ndodhur në ndonjë luftë në historinë moderne të botës. Ofertën të cilën ja ka propozuar Trumpit në Alaska duket e thjesht në shikim të parë, se kemi të bëjmë me disa republika krahina të Ukrainës. Mirë po, nëse e analizon atë pjesë lindore të Ukrainës, ti e sheh se me shtirjen në dorë të atij rajonit të Ukrainës,
Rusia po e korr një fitore spektakolare. Tokat të cilat tani, në të cilat është koncentruar Rusia, nuk janë toka veç toka, sa për të thonë i ka marrë një 4 rajone, 5 rajone me Krimen. Por, për te të qenurit, 22% e rajonit të Ukrajines, ato janë pjesët më të rëndësishme. Bile jo më të rëndësishme, por të vetme të rëndësishme në Ukrajinë. Janë zemra, damari, shah damari i ekonomisë dhe jetës së Ukrajinës. Luganski 1, Donetsku 2, Zaporozhia 3 dhe Hirsoni 4 janë 4 rajonet në bazë të cilave, apo falë të cilave, Ukrajina dikur ka qenë ndë 7 vendet më të fuqishme të botës. Ka qenë hambari i Evropës, ka qenë prodhuesja e armëve, të gjitha armëve që janë dashtën Rusis dhe mbase gjithë Evropës. Duke llogaritur edhe në pushtimin e Krimes, për të cilin pushtim Turqia nuk është pajtu kur dhe konsideron tokë të veten sa e konsideron Rusia dhe Ukrajina, sepse e ka pas në menaxhim hiç më pak se 417 vjet. Ajo Krimea ka qenë pjesë e perandorisë osmane. Këto rajone, apo këto toka, të cilat janë pushtuar nga Rusia, përbëjnë teritorin e 22% dhe përbëjnë zemrën e ekonomisë ukrajinase. Përveç që janë hambari kryesor i ekonomisë Ukrajinës, me të cilën i ka furnizuar shumë shtete dhe vende evropiane dhe një pjesë jo të vogël të botës, nga aty janë nxjerrë dzehe, gaz, naft dhe mineralet të tjera, në bazë të cilave janë zhvilluar teknologjitë moderne të disa shteteve të fuqishme sot të botës, ndërto Kina. Kina i obligohet mineraleve të ralla të cilat nga vitet e 90-ta i ka ble prej Ukrajinës. Mos të kishte qenë Ukrajina e gatshme shumë para Kinës për t'i nxjerrë dhe shit ato elemente të ralla, Kina kur nuk do të mund të arrinte në pozicionin industrial dhe të zhvillimit teknologjik që e ka sot. Sepse Kina dhe vendet të tjera tek masanej i kanë zbuluar thesaret e pashtershme dhe kaq të rëndësishme dhe kaq të shtrejta të mineraleve të ralla. Turkia në vitin 2022, llogaritni. Pasuria totale e çatyne 4 rajoneve, Krimea Pelamia e 5, e çatyre 4 rajoneve, Luganski, Donetsk, Zaporozhia edhe Kherson, konsiderohet se është diçka mbi 15 trilion dollar, që to tash i ka në dorë Rusia. Lugansk, çka është Luganski? Lugansk është ajo pjesa e Ukrajinës, kur të këshirë një hartën, e dal pak si një farë brini që hë në teritorin e Rusis, ka harta e Rusis, dhe Donetski, që është pak ma mrena, pak ma ka jugu, ma ka brendia e Ukrajinës, të dyja qëto rajone quhen si Donbas, apo rajoni i Donbasit. Donbasi, tërësia e Donetskut dhe kësaj Luganskit është thesari i pashtershëm i Ukrajinës në dzehe dhe në bujqësi. Dëgjoni, meq, shifrata, vetëm dhe për ta kuptuar planin e Rusijën, e Evropën, e Amerikën, e Donald Trumpin, e në fund me javë shpjegue se kua problemi i Donald Trumpit saksisht. A është Ukrajina, a është Rusia, apo është dikush tjetër.
Dhe keni me u bindë edhe vetë gjatë shpjegimit se Ukraina është një paretima, thëshëm këtu nëherë ne, për me këthy Kosur për të arritur të ajo shuma targeti kryesor i Rusis, target kë i shëbave, target kë që mesa po shihet dhe të jetë një lloj, mos ta quaj e gjeli, por një lloj kanceri që është duke e gryer nga jashtë dhe nga brenda Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nejse, miq, Donbasi, një fuqi ekonomike, vetëm në këtë pjesë të Donbaskit, pra në Lugansk, edhe në Donetsk, gjenden 56% të rezervave të qymyrit, të thëngjillit të Ukrajinës. 80% të xeheve, naftës dhe gazit Ukrajinas dhe 90% e prodhimit total të gazit në të lëngshëm nga gjendja e gaz dhe e produkteve të tjera të naftës. 90% e prodhimeve të naftës gjenden në që Donbas, të cilin sot Rusia e ka në dorë dhe të cilin sipas planit të Donald Trump po i bohet për hajër e ja pafshajrin sa të jesh gjallë e sa të mundesh me mbrojt oj zonja Rusi. Në Donbas, do me thonë, në Lugansk edhe në Donetsk janë 1/3 përveç këtyre e rezervave gjithë evropiane të litiniumit. Nëse janë 1.000 ton litinium ngejt Evropën, 333.33 janë vetëm në qëtë pjesë të Ukrajinës. Rusia e ka dorë. Përveç kësaj, në Donbas, 20% të rezervave botërore të grafitit që përdoret në energjin bërthamore gjendet në këtë pjesë të botës. Në këtë rajon, për të gjithë këtyre, janë të pozicionuara 100% të rezervave ukrajinase, të produkteve të tjera që përdoren në prodhime industriale teknologjike të avancuara e sidomos është kankaliumi dhe sisaniumi. Në bazë të këtyre dy xeheve të shtrejta dhe të ralla, Amerika dhe sidomos Kina është këto ku është me prodhimet e avancuara industriale teknologjike.